Paralajmëruar një grevë qysh dje për shkak të pagave të ulta, për shkak se nuk është marrë vendimi i qeverisë parasysh në rektorat. Sot këtu jemi disa punëtor dhe kemi filluar në grevës, po sipas do informatav marrëveshja u nënshku në rektorat dhe po presim çdo orë ose çdo 10 minuta me konfirmu marrëveshjen me rektorat. Kështu që na jemi këtu punën se kryjm derisa të kemi diçka zyrtare. Sa është aktualisht paga dhe sa kërkesa? Pagat i morrin punëtor 386 euro, ne e kërkojmë ato çka e ka miratuar qeveria e Kosovës. Nuk kërkojmë kurrë më shumë atë vendim që ka marrë qeveria e Kosovës, që kjo qeveri që është për ton, po i kur për bje mirë ata me morë pagën e 13, edhe për neve do të me morë qatë vendim qeverisë. Jo me thojes si shumë i këtoja, du me para po kompanit, na nuk kem kundër kompanive, se kompanit nuk kanë faj, këto ko faj të rektorati, po ata po më duket i kanë qilë sytë dje kur e kemi paralajmëruar greven, edhe së dhe kanë nënshkru ata, si pas informatav, rektorati kanë nënshkru vendimin për rritje, tash kompania të prit, çdo moment me email zyrtare me shku me nënshkru me rektorat rritjen. Qa është një më mirë si pas informatav se pe janarit do t'i gëzojmë krejt aty, çka nuk i kena marrë, pe 1 janarit 2026 punëtorët kanë me morë. Si pas informatav që kam, po jo të sakta s'kum po ale kur gjo zyrtare. Edhe hyp fushi me këtë vendim, hyp fushi paga për 500 euro për një korrike. Po, ju faktikisht se keni përmendur edhe një grevë para pak muajsh, nështë nuk i ka 2 muaj të plot, megjithatë u thashë se u takuat me rektoratin e u marrë një marrëveshje u arrit mes të 2 palëve. Çka ndodhi konkretisht me atë marrëveshje? Po, kemi qenë bashkë me kryetarin e sindikatës, në ditën e parë sekretari i universitetit na ka thonë se me kompaninë e sigurimit jemi shumë afër në nënshkrime. Çka ndodhi, tek ndodhi, kur jemi takuar me rektorin, nuk kemi kaluar mirë, s'po du me i përmend aty çka e ka lshu takimin e rektorit të universitetit. Me gjithsone, me të drejtën, nuk e kam ditë që në kaftu ajnë takim, mas jemi dalë kryetari i sindikatës ta në kaftu në takim, po na kemi prit deri dje, edhe pam që nuk muj me prit mos e janë pagat e ulta. Me çfarë arsye me lshoj takimin? Nuk e dim. Nuk e di unë smujta, nuk e di. Për vetëm në far aspektet e ke i në me lyp pare për kompani. Unë stypi pare për kompani, na jem këtu me punëtor, ajnë se është i gaqëm me bashkëpunu me njëve. Me në këty me rektorat, unë me krejt punëtorët, jam i gaqëm me bashkëpunu me ta, edhe me kryetarin e sindikatës. Në rast se në kontë një lëvizje për çështjen e pagave, të vazhdoj greva dhe... Po, gjithsesi, na tash po presim me punëtorët, me kryetarin e sindikatës, deri na sjellin diçka zyrtare. Nëse nuk sjellin diçka zyrtare sot, ne jemi penisë në grevë.